Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni këtu poshtë tek fotoja ime. Mirë, me live-in e sotëm do të shkojmë në një nga vendet e Europës. Në fakt është një zonjë quhet Valdete Jashari, e cila do të jetë sot live me mua, pasi vetëm përpara disa muajve bashkëshorti i saj Faik ka qenë në një live me mua dhe ka treguar historinë e jetës së tij, se si bashkëshortja e kishte braktisur sepse ai kishte tradhtuar me një tjetër grua dhe kërkonte që bashkëshortja t'i pranonte të dashurën. Historia e Faikut u bë një histori, le të themi, virale në rrjetet sociale, shumë njerëz e komentuan. Por për gjithë ata që nuk e kanë parë, unë dua të prezantoj një klip të shkurtër kur Faiku ka qenë këtu në live me Odetën dhe pa ju dridhur qerpiku, tregonte se është normalitet të kesh grua dhe të dashur. E ndjekim të short dhe rikthehemi. Edhe ajo që ti i ke kërkuar gruas tënde, më prano të dashurën, nuk është e lehtë. Aja, unë ty po të kuptoj, po unë jam shumë, ka njeri, unë s'po thamë, unë jam ka në gjendje, mi mbajt edhe 3 famë, ose 4 famë. Aja të shira jame, o ko e plur, edhe këto muj me qitë, në përkërej televizionet e Evropës, nuk kam dyshim. Pse? I kam sanet e mija, kam interesin tam. Çka kam unë në mendjes, mund është me pas asaj tjetri, kërkush nuk e ka logjikën e mendjes njëjit. Faik, të lutem, ti mund të kesh një ekonomi shumë të madhe dhe mund të jesh në gjendje që të mbash jo 3, po 10 femra, por familja nuk është kjo. I dëgjuam këto momente, jo fort të mira, por çdo gruaj që mund të dëgjoj ish burrin e saj se si flet kështu për jetën e tij dhe se si mund të jetojë me fëmijët, me gruan dhe me të dashurën. Zonja Valdete Jashari sigurisht është larguar nga i bashkëshort, ka marrë 5 fëmijët e saj, është larguar në një nga vendet e Europës, ka kërkuar azil sepse përveç tradhtisë, ajo është dhe një grua e dhunuar. Kërkon sot të jetë këtu në live me Odetën për të treguar jetën e saj, kështu që hap dritaren dhe e ftoj zonjën Valdete. Valdete, përshëndetje, më vjen mirë që po flasim të dyja. Unë kam kërkuar të flas direkt me ty. Unë nuk e kam pa krejt emisionin, ta kam çu personin fjalë, cili bëhet fjalë. Ish bashkëshorti juaj i cili ka qenë në live me Odetën dhe ka denoncuar ngjarjen dhe largimin tënd nga shtëpia me fëmijët. Po. Ju sot jeni bashkuar me bashkëshortin apo jeni në proces divorci? Jo, na jena në proces divorci. Ju jeni kthyer në Kosovë, më sa po kuptoj unë. Nuk jam në Kosovë në për momentin. Por fëmijët flasin me babain e tyre? Po. Sepse ai baba kur të denoncoi edhe ish kunata juaj, gjithë problemi ishin fëmijët, që ai nuk ishte kontakte me fëmijët e tij. Se asnjë njeri në botë nuk ik pe venit vet pe të mira. Unë jam kohë kërcenune, më ka kërcenu edhe me jetë, edhe me fëmijë, edhe kur jam kohë në Kosovë, edhe për atë arsye jam detyruar mu largu nga vendi im. Unë ndjeva shumë keq, realisht kur Faiku më tregoi që përveç gruas kishte edhe një të dashur dhe këtë gjë ta kishte komunikuar dhe ty. Po, unë jam në gjendje mos me prish lidhjen martesore, dhe më thonë edhe nuk kom pranu, se s'ka njeri në botë ose një femën që e pranon burrin me pas një dashnore ose diçka tillë. Unë ka thonë si shoqe, edhe na shqiptarët e Kosovës se kanë bojnë benë fëmija, dhe se s'kam kur gjë me ta, kam shoqe. Sepse realisht ai më vuri në dispozicion disa foto ku ju Valdete kishit dal me zonjën në fjalë. Dhe është e rëndë, besoj ty si nën, nuk ka qenë e lehtë kur e ke mësuar që Faiku e kishte të dashur. Absolut nuk ka e lehtë, dhe unë jam konë nënë e 5 fëmijëve. Unë e di çka kum vujtë, çka kum hekë, çka kum përjetu me atë njeri. Edhe nuk ka njeri në botë ti femën vetë, nuk mund është me pranu, kur ty nuk të mungon kur gjëse unë jam njeri aftë, nuk jam analfabet total, edhe nuk jam njeri, as nuk kam të meta
psiqike as fizike. Edhe jam e aftë, i kom pasu në 4 fëmijë, si drita, alhamdulillah pe Zotit. Me jetë i kesh. Faleminderit, tash i kom 5, normal se ai e din që edhe këtu ndjet si një lloj përdhunimi që më ka lënë shtatzon mu për me mbajt si me dhun. Si? Edhe një herë të lutem? Ka abuzuar me ty seksualisht? Ai do më thonë më ka lënë shtatzon mu për mos me pas one ku me shku, se ka thonë kjo 4 fëmijë dhe një kur të shtatzon, kjo fol gjithë dhe nuk merr mosha. Pra, fëmija i 5 ka ardhur pa dëshirën tënde? Po në normal i kum kry fëmijën, në jam konë edhe në spital me djalin e dytë, edhe nuk i kum ditë që jam as shtatzon, do me thonë. Ai më ka thonë dash heke ndërban qa dush, nuk ka problem, unë i kum thonë jo për desa për janë zemrën të rrej, unë nuk e eki një fëmijë me gjuhë. E dashu Valdete, Dashu me ditë si bes. E dashu Valdete, divorci jot erdhi për shkak të tradhtis apo prej dhunës? Të dyja bashk. Por pse fajiku? Të dyja bashk, ai kur u lidh me ato, ai se ka pranu, do me thonë, kum pas shumë dhunë, kur e kum marrë vesh që i ka orë në Kosovë, do me thonë, unë ja kum lexu mesazhin, ai ka bo dhunë, ka thuj gjona, djali madhe ka pos ditëlindjen, i ka prish çdo sen, edhe se ka pranu që i vjen në Kosovë. Por, pse edhe unë i kom thonë ma herët, ja kom sqaru se i kom thonë edhe një lidhje, ose një sen del që ki me qitë në tërsen, që ke pru këto, i ka thonë lidhja jonë, ka me morë fon, a i ka thonë, okej, jonë e moj ju, a i ka dollë në zezën, unë nuk e kum ditë, ka shku denjë së e din në zezën të me thonë, me to, ishin konë bashk, këto i kom morë vesh pasi që u këthyë e dësene, po, realiteti folet, unë çdo sen që e kum bo, çdo sen e kum bo veç hatri fëmijëve, më mundu me mojt lidhjen, o po kthehet mu Zotit thujmë na, por ai nuk ka ndryshu as një tru, dhe veç u ka ma i dhonshëm me mu, me fëmijë, edhe vrejet aja vetu në s'kam qas qaraja, pëten se është jeta janë private. E qartë, e kuptoj, por pse lidi dhuna, pse të dhunon të ty ai? Nuk e di, si pëlqej shumë nashta mo, kur të lidhet, ose që shka thonaj të kupet cekë një pjesë këto që e kom një dreqin mes. A i ka prua ato sene edhe i ka bo, tani nashta na ju kina duk shumë bajat, unë me thmi, tani mas një kohë i lëp ke thmi. Unë një pjesë kohë posh ashtë më dëpë. Por fëmijët si kanë reaguar, se disa prej fëmijëve janë të rritur dhe e kanë parë dhunën e babait. E kanë po dhunën e babajt edhe fëmijët aku më kanë frikë, kanë njerë më bojnë se mam, unë na po tutëm se mos po vjene po të mytë edhe ka. Ku je? E dashu Valdete, sinqerisht më vjen shumë keq për jetën që ke bërë me Faikun, se po tregon momente të trishta që ke kaluar me atë. Sa vite martesë qëndruat bashkë? Sakt nuk e di as vetë, sakt se kam shumë ngarkesë psiqike, se nuk është e lehtë një femën e vetme, mi mojt 5 fëmijë, më kujdes për ta, se cilën edhe kam edhe djallin tash i ka bo një vete 2 muj, me që 5 keni bo 2 muj, edhe kam ngarkesë shumë psiqike, edhe kum nis pak edhe harroj sa mu ka shpoq, po elhamdulillah mirë jem dikon me sa e di 17 vite gote. 17 vite martesë që je dhunuar dhe ke qëndruar me një burr të tillë, pse nuk e ke divorcuar përpara? Pej vitit 2015 ka shpoq dhullat, se në vitin 2015 normal ka ngo dhe mas këtyne sene të këshia, po e ka posë edhe kasino, Kock. Kazino? Kasino me lumë? Kasino. Nuk e di qësh... Bigjoz? Bigjoz. Ka lozë shumë bigjoz, dhe me thonë edhe kur i kum dërhyone, s'ban kështu kështu jeta, nuk ban me lujt, dhe me thaj normal që ka shpoq dhunëm, më ka rrej mu edhe në prezencë të fëmijëve. One se ato janë të i kalu se nuk duas t'i kujtoj jeta ime është, one kam jetën për para, fëmini kam të shnosh, më vjen keq për ato vjetë që i ko qu poshtë me to, po, inshallah Zoti është i madh, mi drejton fëmin në Zotit. Çfarë ndodhi atë ditë që ti vendose të largoheshe një herë për gjithmonë nga Faiku?
Nga Faiko, unë e kënë bisedu me ta dhe kër im konë Kosovë, unë e kom ditë, po më nuk ja kom shprej që e ka pru në Kosovë, e ka mojt dikon në motela, nuk e diko ka mojt. Të dashurën. Po, edhe unë e para se me shku, se jem kom vizite mutra, para se me shku, a i kom thonë që gjdo sen, një sen më i vugli, më shfoq, ose më meni që jenë lidhje akoma me ta, të është vjen që lidhja jonë po me morë fonë, edhe nuk dëraj, se baj këtë dhunë, apo do me sakit, unë është atë zonë, sa unë më si qike kom pos, edhe fizike, është të mërshme. Se unë gjithë kom pos droj që do të linde fëmin para kuve. E qartë. Po, ka desh zotë që fëmin e kam është një angjëll i vërtet, edhe du shumë, mas shumë, se edhe tjetë i du, po normal kjo është maj veçantë edhe është maj ekstra për mu, se është e ka po zotë, është shumë i unë, është në shumë mirë, të në të mirat e zotit i po. Ti ike dhe nuk u ktheve më, sot jeton në një nga vendet e Europës, së bashku me fëmijët, ke kërkuar azil. Po. Por të pyeta edhe pak më parë, fëmijët flasin me babajnë, kanë lidhur kontaktet, apo nuk duan të flasin? Fëmijët flasin me babajnë e tyre. Fëmija e mi nuk kam pas telefon, kër i kena orë, edhe nuk o ka e mundur. Për mes meja, unë s'kom desh, unë nuk dua zonin mja një, se unë i kom thonë edhe kër jem konë Kosovë, i kom thonë mosëm kërcena, lem të bëj respektin, i kem fëmine për bashkët, a i ka desh me detyrem, me dhunë, më këthy mu prap në shpit me jetu me mu. Edhe pse me tjetërën nuk e ka pos problemaj, më këthy edhe mu, po unë nuk kom pranu ato sene. Askur si kom pranu, as nuk i pranaj. Se nuk du me ko e shkelne, nuk du me ko nevojt në të njetën, po dhe që kjo jetëson ka metë, nështë nuk e kam shumë gjotë, du me jetu si njëre i qetë me fëmijët e mi, edhe për fëmijë është ma mirë. Në fakt, ish-kunata juaj dhe Faiku, kur kanë qenë live me mua, këtë kanë kërkuar për teje, që ti të kthehesh te Faiku, por ti e ke ndarë mendje nuk kthehesh më tek ai person që të ka dhunuar dhe të ka tradhuar. Jo asnjëherë, me vedijetem, me ato që kom përjetu, me konë ato krejt, ku me ditë qka me konë, s'po ditë që shpo të shprej, nuk sejna unë asnjëherë mo me atë njëri, se është tash gjithë kush do të me qitë vetën në pozitë teme me konë te, që kështë bo. E qartë, e kuptoj. U boj një kohë gjatë që ti ke ikur e dashur, ndërkohë ke marrë kërcënime nga Faiku? Nga një herë ati e rëshet goja se me sa ke vrejt edhe vetë, nuk është stabil. Me sa ke vrejt në biseda tua që i komponë në TikTok, nuk është stabil edhe kur njët nuk ka konë stabil a njëri. Sa flet kështu, e këthen kështu. Merë me kryt e poshtë herë për pjetë, herë në drejtë. Edhe këtu, ka bënë roste që i rëshet goja, i thetë fëmive, që unë e kërëzatit në menonën e juvë, unë e kështu. Me sa kuptova unë, a i ishte bërë pishman për gjithë veprimet që kishte bërë ndaj teje dhe fëmijëve, dhe i vetëm në shtëpi më tregoi edhe dhomat, krevatet e fëmijëve që ishin bosh, edhe ka qarë për fëmijët. Qëra, unë kum lutë si njëre, unë tash dhe majret, unë jam konë Kosovë, unë jam e prekozit, e jasharve, edhe më kanë thonë njerës që ma ka cek familjen, se nuk jem familje na asë qitë në, unë asë në si përson, se unë s'kum desh probleme me shti, as vlaznin e mi, as kërkan, unë kum desh me shtetë, për mos me pas probleme vlazni e mi, se cile e ka familjen e vetë, fëmin e vetë, dhe s'kum desh me shti problem. Do me thonë shteti është për kitë punë. Edhe jam lajmërun, do me thonë polici. Pas këthime tem nga pushimi. E qartë, e kuptoj. Kjo që të ka ndodhur ty është një fatkeqësi. Realisht, nuk të ka ndodhur vetëm ty, nuk je e vetmja nën, e vetmja grua që dhunohesh nga bashorti, ka dhe shumë gra të tjera, dhe këtu në Shqipëri, shumë gra ka që dhunohen nga bashortët, dhe sinqerisht më dhimbset historia juaj, pas ke duruar 17 vite, dhunë, tradhti. Të një pas njëshme, tradhti, një pas njëshme, hajtë po këthejet në zotit,
ban probleme, le shtatzon, ba probleme, le shtatzon, unë e puna e fëmijëve, se as që fuli me familje, as nuk marrë shamos, o thejshë, hajtë se po ndryshon, nuk ndryshon, ata e kanë forën asiloj edhe nuk ka, absolut, nuk ka ndryshim as një herë, as 1% nuk ndryshon a i njëri. E dashu Valdete, mirë me Faikun je ndarë dhe po pret edhe divorcin të ndodhi ligjërisht, por me njerëzit e Faikut, me ish-kunatën, vjerën, ke kontakte, flet? Unë kum fol ma herët dhe kam respekt për njerëzit e tina, se ata më respektojnë, jo për atë kunatën, unë kum pas respekt edhe për to, po fjallë që i ka fol, kër u konë në live, pak që mi kanë dërgu njerëz që e kanë po, më kanë të regu, nuk më kanë përqy disa fjallë, e vetë një është kunata e vogël, motra ti e vogël, edhe aja është e martune, ka fmi, se aja e din që është tjeta bashkëshortore, e vetë një është motra e tina, që më ka thonë edhe ma herët, më ka thonë, s'di pse pëdoran këtë njeri kështa, se nuk ndryshon. Nuk ndryshon o shkatëran, i ka mesazhet që motra e tina ma e dyta, se aja që ka full me ty është e madhja. E dyta është këngëtare, edhe i ka mesazhet ku më thet, largoj ti fëmin, edhe vetë ti e shmijes, unë të ndihmoj. Dhe me thonë, ata financiarisht nuk më kanë ndihmu asë një njeri tina. Pra, për gjatë këtyre muajve që ti e larguar me fëmijët, nuk të kanë ndihmuar askush për fëmijët? Jo, ata asë njerë, më kanë thonë, ose nëse ki nevoj, po kur ti ndodh njerit një ngjarje, nuk pytet nëse ki nevoj, po kur dojsh minimu, do të minimu. Jo më pyet se une nuk jem kon njeri, nashta jem kon najher shumë gosht, se na veç tek në vitin 2020 o 2021, nuk më kujtohet sakt, kena marru shpinë, se na kena flajt 6 veta në një dhomë bashkalla, kur jena kon bashkë me vjehrin e ata kunata që janë kon ato. E qartë, kuptoj. E dashur Valdete, ti ke vendosur mos të kthehesh më në Kosovë, ti jetosh jashtë shtetit me fëmijët, jashtë Kosovës? Unë nuk më vendos akoma, unë jam duke pritur këto çfarë po ndodh, edhe nuk e di kur të vendoset, çfarë bëhet. Unë besoj që duhet me pas shteti parasysh këtë sene. Edhe i kom thonë edhe fëmijëve, edhe ju fuli edhe fëmijëve, pa marrë parasysh baba ju sa i keqë kanë me mu, ju e keni babë. Këto janë fjallë të mija që të ja thajnë fëmijëve të mi. Unë e kom lutë edhe ato kër jem konë edhe në Kosovë, kom thonë mësëm kërcena. Sillu respekt, edhe unë ndërsill të respekt se kem fëmijën e përbashkët. Ajo më ka thonë, unë e kom edhe video, kom kërcenan si vita që s'bume në ty, e ta që s'të myti me gjithë fëmi, kjo nuk është në rregull. E vërtet, nuk është në rregull, nëse kanë dhënë. Se ti e din se Shqipëria dhe Kosova janë një, edhe janë shumë gotas, e din sa ngjarja po ndodh, nuk du më ndodh as mua, as fëmijëve të mi as një gjë e keqe. E qartë, e kuptoj. Dashur Valdete, nëse unë do flas me Faikun dhe ish kunatën, ke diçka që t'ua përcjell? Kërkon? Duke ditur nga live-et që ke parë? Unë me pas diçka, unë kunotën motrën ti të vogël çdo sen e përcjelli përmes saj, nëse kam diçka. E qartë. Se unë di se mu më ka tregu kunota e saj, sa ti kanë përdor edhe videot. Ato foto ti kanë publiku, ty edhe të fëmijëve tha. Foto të cilat vetë Faiku na i solli. Aja nuk është, unë nuk po të drejton në ty, se te ki program, edhe kam shumë respekt për ty, po unë du edhe kërkoj për teje, mi po videot e plota, edhe të punotës që ka fun, edhe aj që ka thonë. Dhe unë do t'i mundësoj, do gjej metodën, formën, se si mund t'i nisë, që ti t'i shikosh të plota ato video. Unë veç që ka që du më kërku për teje, e shumë faleminderit. Të falenderoj dhe unë. E dashur Valdete, të uroj t'jesh nëna më e lumtur, paç gjithë të mirat e kësaj jete ta uroj me zemër. Faleminderit shumë, edhe unë çdo nënë ju uroj t'jetë e lumtur, pagun, me qetësi shpirtërore,
e të ritmit me dashuri edhe qetësi. Të falenderoj, të përshëndes. Gjitha të mirat, më falë që shprej ngushëllim edhe për prindin, që i këshu kurse poshtë pak një video, se unë ma iret nuk e kumë qyrë programin, po tash do të bëj follow dhe do t'i shoh. Faleminderit, miru pafshim. Gjitha të mirat, unë e pres të ministrë vidit edhe t'i shoh të kluta. Patjetër, do gjej mundësinë për t'i dërguar. Miru pafshim. Faleminderit shumë rast. Mirë dashumiq, në këto momente dua t'ju tregoj një tjetër histori. Ditën e sotme më ka telefonuar një zonjë, një 55 vjeçare, pata një komunikim të gjatë me të në telefon, më tregoi historinë e jetës së saj, një histori vërtet e trisht. Zonja ishte nga Tropoja dhe më tregoi se si bashkëshorti i saj e kishte tradhtuar për vite të tëra dhe ajo e kishte falur, dhe vetëm kur ai ushtroi dhunë fizike tek zonja, mori guximin që kjo e fundit sa denonconte në polici. 55 vjeçaria më tregoi se e kishte tradhtuar me një zonjë që ajo e njihte shumë mirë, e kishte zbuluar tradhtin shumë shpejt për hir të 2 fëmijëve. Ajo e kishte falur dhe kishin vazhduar jetesën bashkë dhe 12 vite të tjera. 12 vite të tjera që ai qëndronte në shtëpi, por ata ishin të ndarë. Ajo flinte në dhomë vete, ai flinte në dhomë vete. Ndërkohë që një ditë kur burri u bë pishmën dhe donte të bashkohet, të ribashkohesh me gruan, ndërkohë që fisi, familja nuk dinte asgjë, kishin mbajtur këtë sekret brenda familjes. Edhe fëmijët nuk ishin në dieni. Kur një ditë burri i tha që ti duhet më falësh dhe ne të rikthehemi bashkë dhe të vazhdojmë jetën, ku dhe shtrati të ndajmë bashkë, dhe ajo refuzoi, ai ngriti dorën dhe ushtroi dhunë. Ajo e denoncoi. Ata më pas u divorcuan, ai vazhdon jetën e tij me një tjetër grua, ndërsa kjo 55 vjeçare ja kushtoi gjithë jetën e saj 2 fëmijëve, i rriti, i edukoi dhe jeton me ata. Unë dua në të momente t'ju tregoj çfarë më ka thënë ajo sot kur më kam qenë në zyrë dhe vërtet jam prekur nga historia e saj. E ndjekim pak. 24 vite si thash, jam e martuar me 2 fëmijë. Punë s'ke, me fjallë vetëm kem punua me bagti, me token, se nuk kem pas të ardhë me kërka tjetër. Po, nuk e kom pas jetesën asnjëherë me bashkëshortin, nuk e kom pas asnjëherë mirë. Të në kohën kem pas grindje. Por pse? Se unë e punërsha, unë e kom punua më shumë vetë, nështë ai mo për jës për muja, jo jam smute, jo, në gjithë ke për shembull justifikime. Po, 2 fëmija në dëshën me ditë justifikime tona, dëshën jetesën. Une ju kushtova gjithmonë ju ktheva punës me krah atëre. Jo me thye token, jo me punu token, jo kështu me kriju jetesën fëmijëve sa më të mirë. Kurse ai jo, ai deshke si mund dhe ka punoj unë mja dhona ati. Edhe tradhtin e boni. Të ka tradhtuar? Po. Me këtë ka tradhtuar? Edhe tradhtin e boni, po. Më tratoj, po une asaj pune nuk ja vuna veshën, se kesh na 2 fëmijë dhe kështu jetesën, shashtu kesh ka kaloj me ta pe bot modhe. Po e thonë as kujgjon. Si e zbulove ti tradhtin? Po, e zbulova se kur rajken në sheher me t'janë në qytet, më doli një ditë, tuat lom, që për lom, të regullt, kur më doli një ditë të shpia, të bo me qërop 5, të qërop të borda. Po. Edhe i thëmë, kuj ke bo kështu? Tha, për rashin, tha i bona në pazar. Thash, ju me në pazar, nuk në bo me thërmojna buke, une, tha pat buk pazar to, tha, jo, tha, nuk pat buk. Thash, më rëm vesh he. Thash, më mirë kalzëm drejtën, thash, e ti myllën këtu. Ti myllën bash, thash, mos bëj më dhe kje punë. Esë më kalzaj. Në disha, po, një kam a bo drejt në kënëje, janë zura. Thash, në besë tonë, kryetër këtë në 2 fëmijëve, thash, ti myllën këtë sa me daju kësaj punë, thash, sën shgjan kje punë. Këqyëm e tritim fëmijën, të mbojmë fëmijën, i kem 2 fëmijë, të shkëllqyëm, si gjithë ku shkëllqejnë, edhe në shkollë, edhe në rrugë, edhe gjithë ku. Ja fale tradhtin? Ja fola se nuk e durojsh në vetë një fjallë si të bëhet gjëma modhe, edhe 2 fëmija ishin, edhe ma sanoj familja jeme, babe, prënd, nuk ma kishin pranua, një fjallë, që ka do si të kisha bëhos, ma kishin pranua. Edhe ndomjen, edhe lofet, edhe këta, po i kom myllë, unë i kom myllë, në pënija i mylla. Po ai, prape vazhdoj atë rrugën e vetë. Pra, ai vazhdoj të traponte? Po, vazhdoja e une,
hosha dorë për ti, po çka unë të tonë kone jam hongër me ta se nuk një maj kënë punë, se nuk e këshyra pra të punë, jeshtë bësh dush, tash je e lirë edhe martosh, dush bëta. Unë e thash i kom smin, token e punëj sa të kom smetin. Pse nuk e divorcove të ndaheshe? Po, nuk kisha ku shkoj, se të ardhme s'kisha. Në shkua me 2 fëmijë të rop, prap nuk e pranojshin prëm të mi, se po i pas 2 prëm shkëllqyme, nuk pranojshin se më çka do. Në momenti që zbulove tradhtin, ti vazhdoje ta doje atë njeri? Unë e kom pas zbulu me tradhtin, po jo nuk mu isha me afruas me se deta ta kalzoj edhe i sekret tjetër. A i të shku një gëtë mut, unë nuk e pranësha, se unë ta shesmurë se shta, me mor gazetin e smunjën e tjetët, ishtë shumë e ftirë për mua. Edhe nuk e kom pranua dhe aty ka njës lufta të në kohën, edhe unë se kom dërru hetas, nuk... si polka... Ti refuzove që të flije me të në krevat, në i farë mënyre e ndave nga krevati. Jo, dova, për bile se 12 vite e kënë se ma vita, se ashtu dhe se e më zatet në përshpjef, sa ju hau, tu i shoshit dhe shka, shto me gjallë. Këtu nisi dhe konflikti me burin, momenti që ti se pranove në krevat. Po, jo konflikti okon, po kësi u shtu e tash e mas. Të ka dhunuar? Shumë herë. Ai mua dhumati, ai më koroj këmro, nuk e klon po asu pa dhe të ka po. Fushia burrit me të grosa me adobt. A, qështo? E kuptoj, po për çfarë të ka dënuar, për herë të parë, të kujtojt? Jo pëse s'pam këthe buke, jo se fëmija ishi vogele, po imaginu kur shkojsh në gjetje, do nëzjesh dhe të kate tjetra, të bashortja. A, qështo? Po mirë, si keni vazhduar jetesën kështu? Ti me atë nuk fle, më. Qështu ke vazhduar? Her falsna me të her falsna. Po tash, ka filloj këtë i ba, se une nuk i tregova askujt. Askujt bot nuk i tregova gjan. Najta shumë ko pa i tregue. Njëherë bje i tregojt vlajt ti, punotit. Po? Tëm kështu, kaj tekstualisht të shërbo. Se kur më kalë zë kësë, po shush më të ka bote, tak se kështë fillu e probleme shmaqësore këti. Po. E o të ke për smundje të keqe kë. Qarë edhe shpaktore po më kalzë. O të kë se filluan dhe smundje tjera, po në të tha, unë e tha kom frikë dhe se më ka kopë smundje, kjo, sida. Jo, nuk ke me shmesit, po kanë morë frikën, se ka kopë i par infekcionesh. E qartë, po? Se ka që janë ajo me infekcione, jo kë. E qartë. Ty mua në ku mua tash ka që halën se kesh ka gëzër. Unë u talësha atër me ta. Unë u talësha me ta, e të nashë në kratë. Më dëgjo se ne po qeshi, po nuk është për të qeshur. A i të tratonte me një tjetër dhe problemet që kishte, ti thoshte ty si grua. Po. Po ti qëfar i thoshte? Me tha mua. Po ti qëfar e këshilloje? Unë e qesha me ta, e të u talësha me ta, unë e ma fajt për humor. E ta shtosh në krajt, që një lo me acid, se nuk linje, po kje djegje si një lo me acid, se alkoholi acida. Unë kisha halën tem, i shala s'kom mëj, s'na ka bëgjon me 2 fëmin, se pra ta si shkan bëhet vona, do me këtë vërtete. Njërë bëll, i ke kjo pune, djali ishe i modhe, ishtë 8 djetë kështonë. E del kem thënë ke, të kakoj mamë, kalzë, ma po më kalzë. Me thënë qa mamu ty në mund të tregoj zonë se je i vogël tash, po kur të rritësh, ti tregoj mami edhe ta vlerësojsh më e kënaj. Po nuk ke kom kalzu, desi o bon rëqëtoj 23 vjetë. Kur filluan të grinjet tash, prak, i thëmë djallit madhë, atë kujtuat mamë kur më thënë që ka poso, pra që të janë mamë, thë se së më dash më zuj vogël, të thënë ty. Por sot i vazhdon t'i thosh me të njëjtin burr. Po po denoncimin e më ka darë në gjykot. Po për çfarë ka denoncuar? Po nuk e di. Nuk o grua mirë. Tash, kur shkën prokurori, më thonë a pajtosh me burën, tash po mërë pajtohemi. I thënë, ti tha jo, thanë në pajtohna. Unë atë pratë ty qesh, tash se asë dënë më pajtohë, tha jo, në aso thash po pajtohna. Sto, me qesh ma o tënë ku. Por, më dëgjo pak, po fëmijët si e pritën divorcin? Pa e ta tash të janë pjeke, nuk janë rritë, bënës dhe në tha, njerë se pritën bi, se ato dinë shatë vetëm. Kurse mua më dinë në qytet, ofër njerëz vetëmi.
E mo nuk e kanë problem punën teme, po t'ati. Je bërë pishman që e ke falur gjithë ato vite që të ka tradhtuar, të ka dhunuar dhe në fund shkoj ai e bëri divorcin. Je bërë pishman që nuk shkove ti e para ta divorcohesh që në atë kohë? Jo, kur. As t'jëm bë pishman, unë jam pishman vetëm se nuk mas i lindis mija i por, i pova sa në tja pishman jam se si ka heret e mos me maj me ta. Si bashkërta, kurën e jetë, unë kom dëm, se 12 vite po thu s'ke bo, se vit. E kupton, nuk kemi pasur kontakt fizik me një tjetër. Gjitha grë, që janë të martume, ato kujtojnë sa ka i do a i burë, ti njekin herë masire se nuk i duan asë një, gjitha janë tratume. Mirë dashur miq, do ta mbyll live-in edhe për mbrëmjen e sotme. Unë ju falenderoj që qëndruat me mua, që më komentuat, na dhat mesazhe shumë të bukura mbrëmjen e sotme. Ju premtoj që të martën tjetër do zgjedh një personazh tjetër për të qenë live këtu me ju dhe ju mos harroni të abonoheni këtu te kanali im Odeta Dume Mandro në YouTube. Ju falenderoj dhe natën e mirë.